Ka në hadith vërtet se ditën e kiametit Allahu i madhëruar e urdhëron me laçet e tij edhe e përzgjedhen e këqyrin e lypin dhe e gjejnë cili është njeriu që ka hik më së shumti në këtë dynja. Ama është për xhenet libe. Dhe mirët ai gëzun dhe vesh një herë fe juk me së gamsatan fil xhenet. Dhe futet xhenet e nxirret. Edhe i pyetet: "O robi jam, a ke parë ndonjëherë vujtja ke hik kurrë pa shamallin tonë kur hik?" Se ka harru krejt, këti ka harru. Shkoj dynjaja dhe shkon vujtje. La ilaha illallah. E pse s'bën sabër pra? Këqër atë që është poshtë teje, e jo atë që është sipër teje. Jo pse felani, pse ka djelt më të mirë se të mit. Djeltë tu, a falen, po ty bë. Po çfarë behane ka, nuk janë shumë punëtor. Mirë, pa bëjnë e haram, arrehen atë sjellin bela, jo ty bë bela nuk më sjellin kur. Turt janë me laçe. Po çfarë dënar që fitojnë, çojnë haram jo. Po hani dhe, po mirë, elhamdulillah pe Zotit. Tin kali koke, që s'pelut Zotin me të shëru sytë. Sadi ka thonë, po m'je marë, me lut Zotin. Dhe që ta shqipata sytë, më se bë sabere, jem plak. Ajma ka që e ka zgjidh për mu, po m'je marë, me thonë ta sheqma, o Zot, që të që ma ke që. Aje ka që këta për më ngrit dhe regje për ajre. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderojmë të madhin Allah të baraka wa ta'ala për mirësitë e begatitë të madhit të Zot, të cilat janë të panumërta. E sa shumë neve Allahu na ka ndëru, e na ka përzgjedh, e na ka privilegju prej shumë krijesave tjera. Të mirat e Zotit ndaj njerëzve nuk kanë skaj. E pastaj Allah i ka klasifikuar njerëzit mbrana të mirave të tij e begative të tij. Sepse njerëzit në përgjithësi janë të nderuar, të respektuar. Çka thonë Allahu, laqad karramna bani Adam. I kemi veçuar, i kemi respektuar bejt Ademit. Njeriu është shumë krijesë respektuar. Shumë krijesë nderuar. E pastaj, në mesin e tyre Allahu ka kriju, ka veçuar, kanë ka dashur. Sigur se pejgamber që ka veçuar i madhi Zot. Ai ka përzgjedhur. S'ka dora s'kush në përzgjedhjen e pejgamberëve. Pastaj ka përzgjedhur, ka dashur të ka bëu musliman. E ne kena pas qatë fat, rrezik, të madhit Zot, pitina, me na dhëzu Allahu te bareke wa ta'ala. Kështu që kjo është një mirë, mbi të mirat e tjera të shumta, me të cilën Allah na ka begatuar. Andaj robi dohet m'ja kujtu vetvetes, po edhe tjetrit, po edhe grusë e fëmijëve, po edhe shokët e këshisë të tjerëve, hoxha xhamatit, xhamati me zveti. Sa lehtë kanë mujt mas me qenë të udhëzuar. Sa lehtë. Sa lehtë kanë mujt me qenë jo musliman. Sa lehtë. Dhe edhe ata hajnë e pinë, e keshen. Por, që ka thënë Allah, falyadhaku qalilan wa liyabku kathira. Le të keshen pak, shkurt, e le të qajnë shumë, që i pret. Çështja e udhëzimit të nimetit, vërtet shtin robën e menu shumë. Edhe nuk mund del më, qa me shku ma gjatë.
Sepse këtu fillon gjithçka. La ilaha illallah. Dikana që i madhe Zot në Mekë. Në Mekë. Të fillu prej pejgamberit me gjellarët e tina. Me gjellarët e tina. Fisi i tina. Krejt! E përreshtëm atë këtu me gishtë, atë këtu. Dhe në fillim as një heq, po dikur një Hamze, dikur një Abbas, dikur kapak. Në fillim as një heq. As me gjellarët e vetë. As një. Ndërsa neve, Allahu me na zgjedh këtu, 5.000 kilometra larg, i dikana që në Amerikë, i dikana që në Afrikë, i dikana që në fund të dënjas, që është bëhet kjo punë. As jenë të një gjuhë, as jenë të një race, se kanë traditat e njëjta. Veç njerëz po, në kuptën për gjithë shumë njerëz po. Po qka ndikoj me zgjedh ata atje në Brazil, në Kilja, ku ta dio në fund dynjas atje, apo neve këto në Ballkan, ndërsa ata në Mekë atje, në Mekë. Edhe e kundërshtuan, e refuzuan, madje e luftuan fort dinin e Zotit që dimi ne të gjithë në përgjithësi, ta i dikush pak ma shumë, dikush pak ma pak. E neve Allahu na bëri për atyre që na ndërqej zemrat me Islam. Tani, a ka pasënimat madhe se sa kjo? E qysh më kaj të ropi? Qysh bekahet të ropi? Qysh ankohet të ropi? Kurse ka dinin e Zotit. Qohet në sabah madhran Allahu. Me emër të Allahut qohet. Dhe drejt avdese me emër të Allahut. E në gjamiës në shpe sabah me emër të Allahut. Deri acinë në fund të përfundon natën me emër të Allahut. Dhe mas e acisë edhe vetrin qof gjami, qof shpet, qof mas e acisë me nërë qof natën prap me emër të Allahut. Dhe 24 orë me emër të Allahut. Here, një javë, një muje, një vjetë, 20 vjetë, 30, 60, sa ka yme. Tani, lejta të farë, lëshimet që i bën ka pak insanit dhe gjënahet dhe ajo është mërana natyres njeriu që janë njerëz, kënë me la që këta. Po në vija të rasha jeton në emën të Allah. Dhe të nuk i shef me gjithmu. Po edhe nuk i din, sepse Allah e ka lanë gajbë sekret, se vapet që mlidhen, e që të bohen, e që ruhen. Se për shamë kë Ramazan që vetë sa dollë veti Allah në pas prënu ja Rabbel Alemin. Në Ramazan, një dit. A pejgamberi Zotit, alayhi salatu wassalam, ka thënë një dit, men sama yawman ibtiga'an mardatillah, kush agjeron një dit për hatër Zotit me fitu kënaqësinë e Allahut. Allahu ka me largu për zjarmin e xhehenamit 70 kharife 70 vjet. Edhe nafile është nuk ka për farz. Nafile. Dërsa në farz. Edhe ka pak nafile. Një mujt dit, po ku e në adhurimet e tjera i badetit. Pra, që shankohet trupi? Dinin e ka. Që sani më ishtë të rejtë. E kujna dhe me marrë lakmiti. Ati që ka post, ati që ka pasuri, kujna. Ati që është i bukur, apo që është i menqër, qa i menqër? Po qka i menqër aj? I menqër hunë për pjetë si vjezotin sejde, a i menqër për dynja, a i menqër me maru që ta, me maru që ta, shka thënë Allah i alimun a dhahiren, min el hajatit dynja, u hum anë el akhiret hum gafilun. Din, që ata që me thënit meqëm, ata për që dynja. Kështë për vlerësani ma dhe zëtë, që ju njerë që lakmonit për këtë dynja. Po edhe për këtë dynja, kështë adhamet,
Kusha dhamet, jeve dha Allah, kusha dha lëndën e parë, kusha vë shejden, kusha vë letësaj, Allahu ma e. Allahu. Kepe Allahu të kanë. Se kërse do mjellën, gruni është i njëjti, për muslimani jo musliman. Kër e mërë muslimani, prej që mjellat që fare me bismillah, deri të gruja kër e bën bukën, me bismillah, e deri tani aj që hanë, me bismillah. Po aj tjetëri atje, pa bismillah ka krejt. Amo bukë është ata, bukë ta. Vetëm se ne, me lehet Zotit e bojna, me hamërtina dhe të falendrua ta. Ndërsa ata, hunë për pjetë, të mendu që për vetës se kanë. Që kjo është dallimi? Kaq. Në sytë njerëzve. Për lënda e parë është e njëjta. E njëjta është. O lodhë pak ma shumë, e nashta bo farazi ma e mirë, lodhë pak ma shumë, apo kush njerë ma e mirë. Ane, kjo është drejtësi e Zotit, se për Zotit zëllom. Që me ndohet e Allah Azza wa Jall, gjithë ka të mund që e bojnë këtë dynja, ata mës mi dhana, jo jep këtë dynja. Po si jep ahiretin, se vës kanë përnu për ahiret. Allahu jep dynjan, ati që dënë, edhe ati që nuk e dënë. Wa inë Allahe ju oti dynja, limen ju hib, wa limen la ju hib, wa la ju oti dine, illa limen hab. Allahu dëjani jep ati që dënë të që dënë. Muslimat kanë problem, kanë njëherë. O shkak imanit dëvët, o shkak ka pak gjahiljetit i njëransa për nej vetet ma bët me thonë. Nuk i njofin ligjet e Zotit. Nuk i njofin ligjet e Zotit. E tani, pse ati pjep Zotit, pse ka i përbë krim, pse ajo është hajnë, pse ajo dallavergji, pse ajo është kriminal dhe jep Zotit. Sepse ti për gjikëm në metet tua, me sytë tua, dhe që aty për shetë që 3 metra, 4, 2. Që për shëmë më në tonë? Për shëmë në që ka më në tonë? Qështu është në sanë? Tani ti me që ta sy tu, që shetë 2 metra, 3 metra, sepse është muret shëmadar, po dënë ti me vlerësu në metën e Zotit, e ligjet e Allah, pse dha këti, dhe veç apëdin mirë që ka jetu mënu, që jetu folë. Kam për gjëkan ti. Veprimet e Zotit. Kurse ti nuk sheh 2 metra, nuk sheh. As ke frikë Allahun? Ti mund të thush, kam nevojë ma shpjegu dhe kushtet punë. Kam nevojë, jo njerëz. Kam nevojë ma shpjegu të punë dikush. Filan këshia, filan kolegun punë, filan shteti, filan kush do të qoftë. Bën krim, hajnë, vjedh, mashtron, s'lexes pa bo, të mirat e ti nuk kanë skajnë sytë tonë. Dërsa ona për këtë të këshia jam, kjo është në gjamirën. Por, asë shkëm punë të marë, s'ka i dare, grune ka të smut, një fëmija të një djarë baki, edhe të nështë ka së provun. Ti qka të shetë? La ilaha illallah. Në me të islamit, në me të madhe o muslima. Në me të islamit, në me të madhe. Po dhe nëse rrin, i smut, 50, 60, 70, ma se përmena smut. Qka bëhet me 60 vjetë? Des. Po dhe më burg me në 70 vjetë, qa bëhet me se? Për des, e gjeli kur 10 vjetë, e në burg, uj. Po dhe me bela, me zvërvujtje, des. Po ta që në kam paranesh, ka pas dvuajtur, ka pas të rëzotni. Apo? A kanë dekrejt? Njëjtë. Ku o Firauni? Ku o Musa? Ku është filani? Kërë kanë shku ata? Musa më i mirë në dynjat në zamanin e vetë. Më i mirë në dynjat në zamanin e vetë. Firauni më i keqi në dynjat janë zamanin e Musës, po deri ki dakik. A kanë shku? Kanë shku. Musa fukara. Firauni
mëret mu, këtë Egjiptit dorë të vetë. Po deka nuk të vetë. Asat. Subhanallah. Ka në hadith vërtet. Me qenë se të ceka vujtjen. Se në ditën e kiametit Allah i madhëruar. E urdhëron me laqet e tij. Edhe e përzgjedhen e këqyrin e lypin dhe e gjejnë. Cilë është njeriu që ka hjek mas së shumë të në këtë dynja. Ama është për gjenet live. Mas shumë të në këtë dynja cilë ka hjek. Edhe kjo shumë është më rëndësi. Sepse shkën e thu dikuj për shambull, hoqja shkën e shënë e gjemat dikon edhe e nisan kohët, hoqja që ka babër është të zotin, më ka që këtë thot, sa bere ka ma keqe. Ku? Ty, bën ka ma keqe se one. Që ka thonë, mare. E prishe kejtë. Kejtë e prishe. S'ka ma keqe se ti, po ti n'ka lije. Ti n'ka lije. E bëdherri, të këthena për të hadithit që thash pak mërdit kiametit. E bëdherri, subhanallah këtë hadith sa dëshënova, ma se fala sabahon. Më ka rënu, thët, i dashni jam, khalili jam, dosti jam, për 7 gjana. Më ka rënu me i dasht fukarat. Shtresat e ulta, me sakini vje shtresat e ulta, që a njës e gjurë. O dënumin edhe ma afru me ta. Ma afru me ta. Sepse të ki fi se bilila. Sepse nalë të tjerë të nërihit dënjaja. Të nërihit dënjaja. Në herë më thjerë më niftarë, 2009-2015 kam shku në, 2014 kam shku në Gilan. Çdo të tajtë në televizion. Një 5-6 djetë. Çdo të tajtë. Në Ramazan të shku, më këshën që fjallë, nësë është kemë rëspërmene për dikush i lartë si shtetit, më arë niftarë. Thash nuk mëj, sepse me thjerën në Gilan, kam e shku në fshatën kaqë, edhe të kam shku masë që njësi majtë dërës, ta njëmë niftarë, dikun, ta njëmë në mision, kështë që kam 3 takime atë janë. Edhe kërë jam e sele, për e tjetë më rataj. Ja kam edhe njerëz e fjallën, njerëz e të jenë bogati, të shku rrugës, më thirë tani në Mikjemi, jarani tine e afërt, tha, sa në të dhe të marrë niftar të filani? Ona? Po, tha që ti bëllim të shkon Gilanën e. E qëzgjën të niftar. Pësa në marrë niftar? Kërsa ti e këmë dhe fjallën atje? Po ti e këmë dhe fjallën. Pa i kërë fëkara me malë kjo dënja, këmë dhe fjallën njërë, po ma me të qashë jetë qaj. Këti s'pe për buzi, natyresht. Njëra e rritë. E ka thirë për amben për pun për tështa, njëra e rritë. A me këmë dha fjallën tina atje. Dhe, po me qef shka të qaj, sepse atje shka veç për Allah. S'ka më interes atje. Këtë të këta të ngri. E për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ushqimi më i keq, sharru ta'amul walime, yuda ilayha al-aghniya wa yutraku fiha al-fuqara. El-walime është çdo sen gosti. Çdo gosti që bën njëri. A bën akika, a bën darsëm, a bën përçef, a bën që ka ardhur djali, a ka bën që ka shëruar gruaja djali për spitalit, a vetë përçef ka me thirrë shokar për gërbetit këja, s'është frishun ajo. Gosti. Thot ushqimi më i keq, nëse gostia sadaka. Ushqimi më i keq është çaj sofra më e keqja. Me sherrit, sherr, pëse un sherr, kuptimi sherr. Ku thirrën të pasurit e injoruan të varfërit. Pra mësele për pas një mik fukara. Mësele për pas. Një aran që këne ka për qafe. E ulesh ndigojt me ta. Mësele për pas. Ta mërë në këshil. Se që këtë gjinë ditë kiametit. Se kjo është veç e pasht për Allah. Tjera të ngrehin nefsi. Letës thuj e më borri mirë, sa të dush e më borri mirë.
Ndryshe të shkan kur thjerë milioneri, ndryshe shkan të kur thjerë ingrati cili nuk ka sen në sofer, bakit më marrë dikon, për qëmë. Ka va tek në hernjanin gjako, kur, zdi që abo me të më. Dyshna si të kufizune, far djali. A bakit i marrë në herë me ma shkel më dherën, mërë. Far të mbrek, tash pa ve. Që në anë shkën gjako, në farbanese, më dhe sa të dush. Qa ka që zotë i bërë do bëk. Kërë shku të këllekte mi masanej. E ka, shkove të atje. Wallahi, dhe shkova vise bilila. Se me kënarë të te, më kënë thirë të ve, me pas kohë. Po dëhet ka njerë me shku të do njerëz, të cilat ajo është i bindun që kur pri derën si atë qelë. Shka. Dhe qaj shka. Këshur poshtë. Se nalt ngre vetë tiju, unë të ngre nalt. E Dharrin, thamë ka rënu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, Khalili jam e ka thonë, dosti jam, me dash të karatë, dhe vëbektit, shtresat, dhe mu afru me ta. E ta pikat dysh dështa me cek, dhe me kësyr të ata që janë poshtë meje, dhe jo që janë si për meje. Që tu binë, sa të dush muslimant. Ja s'po metë se janë ata, s'po mesin punë, s'po mesin të apikëshyr këta nalt, apikëshyr këta poshtë. Pejgamberi ka thonë këtina këshyri këta poshtë. Sepse të shtin, me a ditë Zotit shqyrin për në mjetin që e ki. Pra ne tash këtë Kosovën tonë. Kune i tutëm na ka ardhëm rrugës që to. Kune i tutëm ka qkojna. Kune e për më logarin ne ku të rrimë shpet vlau tonë. Kune bre. Dinin me avden sa për më në avtek në rrimë falum, mal, falum, tokë, qëtojnë, shpëtojnë. Në gjamia është një farë regull, dhe me pyjtë dikon në regull, po prapë me në leja, apë edhe gjamia rrimë. Pa të shfarë në meti për kjo është. Djemë të tonë, ata që dojnë më udhëzohë, dojnë më falen, kërkoj si për nga në. Të lirë, me adhëru Zotin. Në ka hek Allah të zëllëm atë frigi që kanë pasë, këta do të rritë këta pak e kanë zanë, më që e kemë do vjetë, më të vjetër na desim nuk e harrojna të merën e ati ka urri. Pra, mos nuk ka për të knaqen, e këqërin në për Palestinën, në Sudan, në Jemen, në Dedje, në Siri, e këqërin ati njerëzit. A ka ma të merë këtë dënja, se më tu djallin me dalë për shpisë, ti nuk më në rënë një vend, apo të kthejet i gjallë, ata kinda për ndikush, ata vërët dikush, apo që në dhe mërana ta vërët gjallin para teje, se ti vetën e harran. Të kur bëhet njeri prind të në vetën më se ka dorës dytaj. Ne, në ka dhënë Allahu këtë siguri. O, Zoti i madh, e xhamian të në antë, e të lirë me adhuru Allahun Azza wa Jall. E në ka që me hangër, ha? Edhe shtash me otek, me në otek, e mushum, nuk mujna me livrit. Mirat Zotit. Dhe hala në kohësh, se ke kuptu mirë ligjet e Zotit. Këqër atë që është poshteje, e jo atë që është si për teje. Jo pse felane, pse ka djelë më të mirë se të mitë. Djelë të tu, a falen, po tybe. Po qëfar behane ka nuk jenë shumë punëtor. Mirë, pa bëjnë e harama, rejhen atë cilin bela, jo tybe, bela nuk më cilin kur, tur, tjën, me lache. Po që dënarë që e fitojnë, e qojnë haram, jo, pa hani dhe, po mirë, elhamdulillah për i Zotit. Po ti në kali kuke. Psa për mërlek mjeti që ka djelë shumë punëtor, pa i cilin bela, a ja bi dënarin haram, ja bi në rëskon në harama, që ati për mërlek mja. Këqëri tjerët ma poshtë, në këtë zaman jena, këtë zaman, se se dhe ka qenë pas gjallin ma të mirin,
por në krahazime do t'jem tjera, elhamdulillah. Në rrugë të Allahut është, në rrugë të Zotit ta. Elhamdulillah. Pra me këshirë të qa poshtë, e jo të qa me këshirë naltë, sepse që të mi mëhu një metet. Runa zate mëhimi një metet është kufër. Mëhimi një metet është kufër. Po jo kufër që qëtë pe i dinit e robin, po kufër nën kufër, e që i bia është haram i madhë, Allah në ruj. Me mëhujnë sa një metet e Zotit me thonë, kush ma ketë se unë e sështë. Pra të hadith që thash pak më herët e të ditën e kiametit, Allah urdhëron me laqet e ti e sjellin në robin, i cili ka qenë me i vuajtërin këtë dënja. Pa di që dhe me thane me kanë me i vuajtërin këtë dënja. A ne sa kam lexu ka pak, kam dëgju ka pak këna për histeria, në për shkolla, për dikush filma, dikush libra, dikush tash internet të sene, kanë vujt njerëz, kanë marrë, kanë prej, kanë torturu, kanë lidhë me pranga, i kanë lidhë qëtë sklave, i kanë grahme, i kanë gjike, i kanë... Qa s'kanë bo? Qa s'kanë bo? Ja për ndërja rëmakeja, qëtëra grejkeja, qëtëra tje, jo, kanë marrë franceze, angleze, verane, sklavna për Afrike, kanë lidhë me zingjire, kanë qua tje, jo. Sene që jënë, që i lexojmë, i ndëgjojmë, po shumë tjera se dina heq. Ose që kanë botash për shkakun seria që ka bëj 3-4 vjet njëri me najt burg, pa djell me syaj, edhe kur do mas 40 vjetë në që ka pilot. Imagjino ti 43 vjet burg me najt venin tan, pa bo as një gjëna, vetëm gjëna kanë ka thonë, unë me aeroplan tam nuk më musliman civil, sepse s'kan fajt civil. Nuk mujnë me prek pullë me myt njerëz. S'moj, e kam zemrën ligë s'moj. Nuk moj. Në që dhe me thana, çfarë tortu. Pra, krejt këtu, ku kanë sen, pak, krahazim me ata Zotë të din, kush është ai që ka vujt mas shumë të në dynja. Amo pe gjenet liv është. Dhe mirë taj gëzum, dhe vesh njëherë fe juk me së gamë sa të në fil gjene. Dhe futet gjenet e nëzirët. Edhe i pyjtet, o, rubi jam. A ke parë ndo njëherë vujtja, ke hik, kur zët, pa shamalin tane, kur hik. Se ka haru krejt? Krejt i ka haru. Shkaj, dynjaja dhe shkon vujtje. La ilaha illallah. E pse s'bën sabër pra? Pse s'bën sabër? Pse s'bën sabër? Sa'd bin Abi Waqqas, sahabi, për 10 përgëzore për gjennet. Ka lutë pejgamberi Rasulullah, lutë Zotin të më pranohet duaja. Allah ka thënë, Allahumma stajib li Sa'd. O Zot prane Sa'dit lutjen. Dhe Sa'di ka qenë i njohur të sahabët, duaja nuk i kthehet. E ka shumë tregime tani. Sa një herë do fëmijë, e kjo ka kalon pranë shet do fëmijë ata të mënu me nxani fare shpeni, mënu me gjujtë, mënu me nxanë sa nuk mujnë. E kjo i vjen gjëra për fëmijët, ato Zoti jam bëres çat shpes fëmijëve, po gjoj bum pa shpirt për parë bëj shpesa. Pe qiell, bëm el shpirtin tok para tyne. E tash i thënë këtina, në pleshti ka hupt pamurit. O vërvu. Edhe i thojnë dyke shok të vetë. E pse të lëtë që Zotit për ne kur kështë ona nevoj, dhe hajla e lutë. Pse s'pe lutë Zotin me të shëru sytë. Qa e mërmene, qa i tha Sa'di? Qa kështë me thona, qa kështë e thonë ti? Do në me mosh problemin në ahiret. Po. Sa'di ka thonë, po mje marë, me lutë Zotin. Dhe që ta shqipa ta sytë, mos e bë sabër, jem plak. Ai ma ka që e ka zgjidh për mu, po mi marrë me thonë ta sheqma, o Zot, që të që ma ke që. Ai e ka që këta për mu ngrit dhe regje për ajre. La ilaha illallah. Pse ke ka kuptu dinin. E ka kuptu fen. Dërsajt se kupton fen, veç me bo me thonë mjekës që do të hupë sytë, a i mas gjumë se mërë.
Jo, do të kapin frak tani para se më hupsi. Kapin frakti. E kuku për mu, e qa bajone, e kuku për mu, e zherë për më dënë zoti, e kuku për mu, që ka bo në anë, më mirë të qadek, i të mërën, me spital, e me familje, i të mërën njerëzit, i të mërën, pse? Pse për më thëtë mjekë baki të hupin sytë. Ejubi alayhi salam, gruja vetë thënë të ti njeri, lutë të zotë, dhe ke më i gru, 70 vjetë, se nuk ka sakt për mu punën e moshës, po jenë dëza verzione, i pata të në të mira të zotit krejt. Po nëse Allah dënë edhe 70 tjere me nejtë qështu ratë, mësë me kanë në gjendje që a i rëbë, që bëj sabëra. Marë për zotit. Pra, kalohën këto, e jeta shkan betet në meti dinit, i cili vazhdan, edhe punët e mira që kena bërë brana dinit. E neve Allahu na ka ndëru këtu shumë, këtë vend. Pra ata kër i shumë të tjerë, popujt të tjerë, musliman, si na, që kena në matë mirë se ata? Psa, muslimana me thona që jena më borat mirë nëse sa fëmijët e palestinezve atje në përbene tjera që po maltretohen e po vriten e po matë mirë jena na, fëmijët matë mirë i kena na, ose vetë jena matë mirë, jo, ashtë të gjëna me pretendu. Jo, ty, asë njerë. Por urtësit e Zotit janë këtu. Neve Allahu na ka mëshiru, na ka ndëru, edhe luftën e kalum shumë ma letë se sa ta vllaznia edhe këshia tonë. Ku armiki ke njëjti, por rahmeti Zotit ndryshaj. Të ne Allah në shë rahmet. Dhe o bëndë rëmuj, nuk diskutohet e punë heq, por krahazim me hasmërin që këna pas, e me mundësi që i ka pasaj, një me hu, ne në adhimit sigurisht, Allah i pas me shëru gjithat që kanë vdek, ja Rabbil Alemin, por në pezëlles dhe që tjetë Allahu, e në lëshek të mira, e në zbriti këtë rahmet, e jetojmë së në fjallën e Zotit, edhe individualisht, kush donë për neve, e praktikan dinin e Zotit me emër të Allah që është mas mirë. Qanë vetë më Zotin ditë kiamit edhe ty? Anë vetë mu Allahu për kretarën qeverisët, kuvendit e filanit e pëse sfalet e pëse falet e pëse. Anë vetë mu Allahu pëse filan pranari në restorat janë hotel atje, man alkohol se filan bankën ka kamat. Jo nuk kom vetë më Zotin, sepse së është ndorë tema ja. S'kam asë gjë ndorëme. Asë jem që ndalej, asë jem që japi leje. Këtë që mu i bëj, mës me shkuve me shita, me bleja, me ndihmu, që ato mu e bëj, që ato më vetë. Shku të jo përshamë, se shakëll zë vojde së nështë, të jo nuk në alë që ka, u më që në derantë mi njëherë, për që frek qëto. Hera di që pëjtë qëfarë rrugë qëto, vështë djallin tem, në që ku përna qëni, është në restanë e mishtë, ku në që neve atje, ma livdejshin, atë fa restorani, më kërhim në atë. Ku mull, që atje, atë këshu në dhe pishish me të halë pe vitit rime sap, e raki shishe, dhe shtë mula, e pëse më pru që këto mu? Që pëthën e bërri mirë, që kë musliman rakin të naun ta? Thash ma bënë halal, por këto nuk gjë venën. Qo? Dole. A mujta me bëqtohen? E bëna. Por përse mana e për veti, e veta të zoti. Mu unë vetë, one që këmë për veti. One. E neve që a mundemi, dohet me ba. Dhe kjo subhanë Allah ka ndikim të madhën shoqëri. Me bo njerëzit sa mundë, nëse cilë për veti, doja e ndryshan. Po nuk bojna sa mujna me ba. Po tanë shojna pe. Rëshojna pe shumë. E rëndësishme. Për Allah Azza wa Jall në ka ndëruar me këtë din, e me këtë liri, e me këtë pasoni, e me këtë vllazni lak, e të mirat e Zotit,
që ka thonë Allahun ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse përpiqeni mundoheni me numëron të mirat e Zotit nuk një me mujt. La ilaha illallah. Dikush me ndonë, balë jam falë, balë këma gjeru, balë për jepi. E prishi kërë, se të përmenë fjallën balë, e prishi. Me të shala ka për i gjehlit e Zotit ja falë, për bëdalë, vetet, për nadhimet, për ndryshet, nuk dim që a bërë me ta. Që është balë? Nëse ne rrim Zotit në sejde, prej moment që nga hinë moshën madhore, deri të desëm, ta lësha shpirtin në sejde, mujna me dalë hakësh Allahut për cëllën dush një met. E pa mundur është. Për ata robe Allahut hakësh së një delë, për asë një met heqë. Së në delë për një metën e fëmijo, së në delë për një metën e të fodrët, e të dëgjorit, e të synit, nuk më një delë. Nuk më delë hakësh Allah për një metë kësaj lirije. Pa na këna mujtë me konë që hala luft me konë me zvetëve, hala me konë të kupun, hala me konë më dërë gjak, hala. Së një delë. është një hadith. Hadith është dhe për kuptime shumë i mirë është. Në Imam Ahmed e transmeton një hadith për punën e nimeteve. Se këtë sanet shtin me falendru Zotin. Zotin jam këtë kafe që e pina. Pe kujt ka arkja. Dhe mërta për këshirë historinë kërë zbëllu kafe e kuna tane, kitane, sa shumë që dhije, sa interesante sa. Nëse neve na vjen se të gasme tak, edhe aparatit, me që për i pullën tak, vjen kafja. Këtë kafe sultanve, o doht me që grupën njerëzish, larna për drëzhana, për shtetit ndryshme atje me rreziku, bakim rakaj, jenë mytë, me aprove sultanit, e pas dhe kafe, edhe në ashtan nëse kam pru ballak, edhe pak a shumë të kështë atë haremi tina, pak ata familja tina ngurë. Sultanve. Sultanit s'ka pas mira, që kemi nësët, kur dush, vinë të shpija. Atje doht me shku 5 tambolet të azami, ose bursë kam pas qendrën, mulle mu që me shku diku me fut në përëndërin Bizantine atje fell, që kam pas raportet të rektishe sene, me marrë do pëme, do diçka, do të pas sultani. Po do që gjithat e lashe, a kanë mujtë me mërri, s'kanë mujtë me mërri, a kanë do diçka, si kanë do, dërsa. Sot ne kemi një metë që se ka pas sultani, bre. Sultani, bre. Një pjesë e në kanë zatë titër, nuk kanë herë bëj, shakam ja kujtu veti. Thë pasha, zotit se kjerë tita pas nuk e ka. A i ka pas në dorë 23 milion, e ka në atëherë të shëllë, i ka Islavia 23 milion. Thëshën atëherë, një me është të fort të kam, po që se kjerë, që kjerë hana, sëtë me klima, me sene, me tap-tap, nuk t'i ka pas. A që është to? Sëtë në i thjesht, në qytetar i thjesht, ta ka kjerë më të mirë se tita që ka pas vitë 70-80. Çfarë nimetën e ka dhënë Allahu? Ti kofshin fal. Në hadith ka ardhë, për që këtë është edhe në pëzasë më shumë, janë hip bark, ndeti. E më rira. Edhe hop, në një dhe se hol dikon. Edhe capania, këtë dulë diqysh naj, ka arë, kam jam ojë, kërë ty bendin. E në me nuj të hup, nuj, në shkretin, të hup, krejt, këtë hup. Kërë s'din ka erë dhe veç me ka një orientu në fort që dim orientu për ndryshet, hup. Edhe këtë thët, unë më këthin shpeja, kërë ty be. A që për lodha për atë thunë bile, për parë rikës me qëtë për edhe rizotin tem, kë ka shkohë në qëtë me nejtë, dhe zdi më këthy, e s'ka me qa më këthy. I dërëjtë oto, zotë jam. O Allah, qa ma da ujtë, që të ujtë në tëmbel, sepse në dhesa në ka ujtë tëmbel, ka të njëllë, ujtë njëllë spijet. Edhe një shek të hape i sajna. Dhe Allah Azza wa Jalla që një kru, edhe një shek në stëp të banë. Edhe ke papin ujtë zotit, tëmbel, pa hanë për shekës, edhe për jetan që të në farë vesin. Komë, si ka mërë dhe qëka tjetër nëse ka pas. 500 vjetë, edhe për adhërën zotin i badet. 500 vjetë i badet. E që në kuptan ka qenë mëti. Allah Azza wa Jall ja mërë shpirtin dhe rëgjallë ditë kiametit, edhe i thët me latë që fët në robin tem gjennet me rahmetin tem. Dhe i thët o zëtë, pëse me rahmetin tem? Po me amelet e mija.
Pse Zoti jam me rahmetin tënë, unë 500 vjetë të bënë aty ibadet. As pa ta gru, as fëmijë, sa ndjes bëna une. Veç ty ibadet, 500 vjetë ibadet. Dhe në me njëri vetë ibadet bënë shumë. Kërë vetën bënë, se s'ka që ka bënë. Ta një mesh me shfryzën me ibadet. A i trenti, a i që s'ka fe, ta një zbërtet ose Allah për të që ka bënë. Kë që është në ditë Zotit, kë, ta një s'bën ibadet. Me po me dhanë libra, këna që të lezu, me po pos Koranin, e bën hafuzlok. Po se ka asata, i bjen Zotin sefte. Mas luftës këm pa dhanë, ka pak ders në burgën Prishtinë. Kësjo këthevan, 2000 nishë në këthevan, hala se shakër kënë një herë, edhe ku diju në kush në përmjet burgosin Prishtinë, atë thët dikush kur më rëndësimi e lajmë e hoqë, burgosnit të kanë thirë, apo shkan me dhanë një herë ders një aftë. Ku? Në burgën Prishtinë. Po mare, me knatësin më të madhe. është nëse shkova të kryesore shkova dhe ta fillisha me dhanë çdo javë ders ka një herë, ka gjithë sahati, në pëshimore të burgos në batë. Nuk e di sa muj, po i ma pak se në vetëm duke tani mo hina fakultet me morë dikush asë di. Ku më harru type, me rëndësi, që më du me dalë, ku më du me thonë, njani aty, ata më dhu me zvete, thejke kë për këta. O hoqë, këta natën pa valet që kë, si që ka banë. Kërë qëllë, sartë qëllë sytë, këtë si e qëta. Sartë qëllë sytë, këtë si e qëta shtë. Këtë qërë këtë si e qëta, unë e dësha që fa në file një rati, që me ba të në burga, që ka me ba. Ata këshin dënu me sa, 19 vjetë nuk e di sa. Po i qete e fardjallë të shkorë për i zdi kështë kanon e kjo po në 2000 lishe në të reshtë. E njëherë po dësar më përmenke kë djalli, dhe kjo hoqë, sarë, pa qonë, për qëllë sytë, hop, kësë eshtë dështë, tokë kësë eshtë dështë, që zdi që ka banë, veç kësë eshtë dhe përren. A i ngrati ka të gjë shërëzue, sepse më në flanë ditën ti, e kërë flash ditën, pak natën, pak ditën, bëhet bëllë, që bënë së eshte, e ka ditë lere namazet natës, edhe bismillah bën i badet. Kë 500 vjet i badet. Dhe jam mërmenja këtina, se me amelin e vetë e mërëtën gjenetin. Edhe thëtë o Zotë jam jo me rahmetin të në amelit e mija, kom punu shonë për ty. Ane. Thëtë Allah me laqë, Allah është të drejtë, o me laqët e mija. Matë një robit tem, i badetin që ka për 500 vjetë, matja që t'janë pëshoj. Po këta onën tjetër, pëshojës, që t'janë një metin e të asaj shege. Që t'ashtë ashtë? Në metin e shegës. Jo dhe tujtë, për shegës, njënës. Që në metin e shegës këta onë, edhe në metin edhe i badetin tina 500 vjetë. Qëra që la pja mund. Dhe 500 vjetë i badet, asë jam mujtë, asë edhe afer në metit shegës. Dhe hop, shka i kjo. Harobi jam, apo dhe me hinë gjennet me rahmet tem, a ma amelin të thajala Zotë jam, me rahmetin të nësë. Ska karan, me amelit mija. Ska karan. Pra insani, sa dhe që adhëron Zotin, është pak. Dhe të është për një të mirë. E lërë më gjithë të mira që në ka dhanë i madhe Zotë, në kryetyre o zime në ka drejtu Zotin, dhe dim Zotin hak. Tani, të përlynë ka pak apo të tërpit ka pak me gjenahe me po, gjithësesi po. Herma shumë, herma pake, por i mydi i madhe është i madhe Zotë, të barek o ta'ala që inë el hasenat të dhebë në sejat, punë të mire, e fshin, punë të këqia, istikfare, doja, lutja, sadakaja, ka pak shto hjeke ta, shto me dala pet më, mos më këthy dhe një herë, po të s'pëbëmend, shto hjeka shti ka që Zotit ty i shkret, dënë me të spas të roë, i madhe Zotë, e me jestin këtë dënja shka në hadith ka, pe njerë që Allah e spravan, hatta jemshi fil arde o lejse fi khati desa tes në bitok dhe asë një gjëna nuk të ka. Asë një! Pis provave, jo pi badeteve, jo pis provave. Pis provave, jo pi badeteve, ja pis provave. Asë një gjëna së të ka. E ku është të keqa këtu? Për të speshe. Andaj bën sabër. Thujo Allah që adem pejtije, mirë se vjen. Khejrihi o sharrihi, min Allah Ta'ala. Fëmija në ilmi halpe, vëzhlije,
kur të mësojnë kushtet e imanit të islamit, të mësojnë atë. O bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Edhe besimin kader në caktim. Hajr dhe shar, çdo sen që vjen për Zotit mirë se ardh. Ti e ke mësuar vëxhli e tash pjaharën kuptimin kur je rriti bë burra apo je plak. Pjesë që asaj në është kjo është pjesë asaj që ke mësuar ti në vëxhli, që ka vjen për Zotit mirë se ardh. Allahu na rujt këtë din, ja Rabbel Alamin. Allahu na rujt këtë din, e na përsoft në din. E na rujt të mira që ne ka dhënë i madh Zot. E na shtoft mirat e tij, sepse Zoti ka ball. Allah ka thënë: "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti juaj ka thënë: "Lutni mua, unë ju përgjigj." Çka dush lutë Zotin? Lutë sa të dush Allahun, te bareke ve taala. Sa të dush lutë Allahun. Të Zotin nuk ka mos me bëhet shumë. Kështu që ne kemi drejt me lutë Allahun. O Zot, shtonat mira që na ke dhënë. Shtonat mira tua, dhurona këtë që na ke dhënë, ja Rabbel Alamin. Allah ju nderoft, ju dasht, ju forcoft në din, e ju rujt. Amin. Allah shpërbleft të Zotit rujt edhe ty me këtë xhamat. Elhamdulillah që Allah Azza wa Jalla ka ndëruar me këtë xhami, me këtë hoxh. Nimet i madhe robi tash me fal 5 kot namaz kënaqë kur hina 4-5 safa xhamat shpirti më kënaq. A dhe më çfarë do të thonë me fal namazin me xhamat o dje më 2 fjalë xhamë me bahallah. Banin. A dhe më çfarë do të thonë fal me namaz me xhamat. 5 vakte në ditje. Ka 25 salatul xhamati tafdul ala salatil fardhi bi 25 درجة. Transmetim 27 namaz me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi vetë për 25 herë. Transmetim 26, tjetër 27, leja 25. Nëse na falem në akşam, sa 25 akşam me fal vetë, me fal me xhamat. Falem Yasin, sa 25 yatsie me fal vetë, me fal me xhamat. 5 vakte në ditë, ka 25 sa bojnë 100. 25. E herë edhe ditë, e herë më e herë edhe 2 vjetë. Po vjetë shkojnë, po herë 30 vjetë. Dënë marë sa mire miliona bëhen atë. Këto si nëzën pa gjamia. Gjamia të ngre, po këtu jenë pako. Në kështë po të veçanta, tani në pako tjera shkojnë. Dhe çdo hap që e bën nga 3 të mira. Në gjënat fshihet, në sevap shënohet, edhe në drejtë ngritesht Allahu. Një hap me 3, një me 3, një me 3, një me 3. 1000 hapa, 3000 gjënohet të falen, 3000 sevap të shtuan, 3000 drejtë ngritet te Allahu. Edhe ka kthesh një të ngjashtë, 6000. Herë pas herë ditje. Pastaj safi i parë ekskluziv. Pe safi 2 të 3 se nata me ditë. Tekbiri fillestar skrazohet me ata që se nxan tekbirin fillestar. Selamet që jep vllaut, që jam vllaut të dale. Bëshjesha jo të hoxha vlodhe që shija fjeta apo shohën sabah. Po të kësa dok. Krejt të më lidhen. Ku i gjan këtu? A pse që Zoti jon dën na me kapak. Këtu në sytojnë pak edhe pakin këtu. Me fitu e më mush sevap. Edhe na lecu rrokat për xhenet. Andaj kur i bën njëri me shto sene për pas shumë tjerave, e kupton vlerën e xhamisë. Vlera e xhamisë është. S'ka çmim që pagun xhamin lagje me pas. S'ka çiç. Letë shpinë pallat. Ti e ke xhamin afër? Po. Ti je në rrugë Zotit. Xhamin e ke ngat. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Elhamdulillah që Allah e ka ndëru, o nuk knaqe, për përseris, kër e pasha xhami, e gjitha xhamat aty, e djemëtri, elhamdulillah për Zot, Allah e shtoft. Imanin, e shtoft bereqet, e ja shtoft dashnin me zveti, ja Rabbel Alamin. Faleminderit shumë, Zot i ruaj, faleminderit edhe për hadisin edhe për ju, faleminderit, Zot është përbleft.